në këtë edicion do të ndiqni. Ende pa përfunduar tërësisht punimet, shfaqen problemet e para në rrugën Bujaroka. Reduktimet e energjisë elektrike penalizojnë banorët e fshatit Muglic në kryerjen e obligimeve ditore. Nga kjo endë, në skemën programore të televizionit syri rikthehet emisioni shëndetësisë Med Plus. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionit syri. Duke synuar stabilitet dhe evitimin e zgjedhjeve të parakohshme, lëvizja vetëvendosje ka propozuar për mandatar të qeverisë Glauk Konjufcën. Kryeministri në detyrë Albin Kurti pritet të marrë pozitën në ministrit të jashtëm në rast se qeveria e re formohet. Kështu ka bërë të ditur vet Kurti gjatë mbledhjes së sotme të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Kabineti do të vazhdojë me të njëjtin përbërje që unë kam propozuar, ndërsa unë vetë marrë vendin e Glaukut dhe Glauk Konjufca merr vendin tim, tha Kurti. Një person ka humbur jetën si pasojë një aksidenti në trafik e 118 aksidente të tjera janë regjistruar vetëm për gjatë muajit tetor në 3 rajone. Të ndjekim kronikën që na njeh me disa informacione të siguruara nga sektori i komunikacionit pranë drejtorisë rajonale të policisë në Gjakov. Në rajonin e Gjakovës, që përfshin komunat Gjakov, Rahovec dhe Malishev, gjatë muajit tetor janë regjistruar 118 aksidente trafiku. Sipas të dhënave të siguruara nga sektori i komunikacionit, pranë drejtorisë rajonale të policisë në Gjakov, 83 nga aksidentet kanë përfunduar me dëme materiale, 34 me lëndime, ndërsa një aksident ka qenë fatal. Përveç kësaj, Policia e Kosovës ka shqiptuar gjithsej 6366 gjoba ndaj drejtuesve të automjeteve për shkelje të rregullave të komunikacionit. Në rrugën Bujaroka në Gjakov punimet ende nuk kanë përfunduar tërësisht. Megjithatë, aty tashmë vetë se kanë filluar të shfaqen problemet e para, të cilat i kuptojmë në materialin në vazhdim. Punimet në njërën ndër rrugët më të rëndësishme të qytetit të Gjakovës, rrugën Bujaroka, ende nuk kanë përfunduar në tërësi. Megjithatë, tashmë aty vetë se kanë filluar të shfaqen problemet e para. Ditë më parë raportuan për disa bimë e barë të mbirë mbi sipërfaqen e trotuareve, ndërsa sot në disa pjesë të rrugës ka edhe probleme tjera më të konsiderueshme. Puseta pak a pak, me kapak të improvizuar, bar i rritur anash hapësirës së dedikuar për lëvizje të këmbësorëve, hapësira boshe mes pjesës së asfaltuar e pjesës kufizuese. Pjesë të shembura të rrugës janë disa nga problemet që sot shihen në këtë rrugë. Kujtojmë se rruga Bujaroka është ndër rrugët më të frekuentuara për makina e për këmbësor. Andaj është e rëndësishme që të ofrohet siguri e kualiteti punimeve, pasi një shumë e konsiderueshme mjeteve të taksa paguesve të komunës së Gjakovës janë shfrytzuar për këtë projekt. Në pikën kufitare të Qaf Morinës vazhdon të zbatohet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, cila parashë lehtësimin e kontrolleve kufitare. Sipas komandantit të pikës kufitare Qaf Morin, Toger Ismet Hodaj, kjo marrëveshje është ndarë në 2 faza dhe ka për qëllim të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve dhe mallrave ndërmjet 2 shteteve. Në pikën kufitare të Qaf Morinës vazhdon të zbatohet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, e nënshkruar me 8 korrik 2024, i cila parashë lehtësimin e kontrolleve kufitare për shtetasit e të 2 vendeve. Sipas komandantit të pikës kufitare Qaf Morin, Toger Ismet Hodaj, kjo marrëveshje është ndarë në 2 faza dhe ka për qëllim të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve dhe mallrave ndërmjet 2 shteteve. Lidhur me protokolin apo marrëveshjen e bashkëpunimit në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, i cili është nënshkruar me datën 8 shtatit të vitit 2024, që parashë kontrollin e lehtësuar kufitar për shtetas të 2 vendeve, respektivisht Kosovës dhe Shqipërisë, që aplikohet në 2 faza gjatë një viti kalendarik. Aplikohet nga 1
maj deri më 30 shtator në sezonin veror dhe në sezonin dimror nga 1 nëntori deri më 28 shkurt. Toger Hodaj thekson se marrëveshja aktuale ka dhënë efekte pozitive, duke shmangur kolonat e gjata në kufi dhe duke e bërë kalimin më të shpejt e më të lehtë për qytetarët. Kjo është një marrëveshje aktuale, cilën ne e zbatojmë, edhe për në të ardhmen kjo varet nga dy qeveritë se si do të veprojnë, po për momentin është kjo marrëveshje, cila zbatohet, do të thotë është kontrolli lehtësuar kufitar, të cilët i nënshtrohen shtetas të Republikës Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë. Pra përjashtohen shtetas të vendeve treta, këto dy faza periudha kohore. Togeri Hodaj shton se në kuadër të bashkëpunimit kufitar mes Kosovës dhe Shqipërisë vazhdon edhe shkëmbimi informacioneve për raste të ndryshme, veçanërisht kur ka dyshime për vepra penale. Efekti ka qenë pozitiv, sidomos në lehtësimin e kalimeve, mos lejimin e kolonave të gjata, si për njerëz edhe për mallra të ndryshëm. Domthonë ka qenë efekti shumë pozitiv. Normal që në kuadër të bashkëpunimit që kemi në shkëmbejmë edhe informacionet që kemi për raste të ndryshme, përjashtohen nëse ka informacione për ndonjë rast të vepra penale, ato domthonë shkëmbehen informacionet dhe selektohen edhe kontrollohen rastet të dyshimta nëse kemi. Kujtojmë se kjo procedurë e kontrollit të lehtësuar kufitar do të vazhdojë të jetë në fuqi deri më 28 shkurt 2026, si pjesë e përpjekjeve për të forcuar bashkëpunimin dhe lëvizjen e lirë mes dy vendeve. Reduktimet të shpeshta të energjisë elektrike kanë vështirësuar jetesën në fshatin Moglic. Arben Pali, banori i fshatit, i ka pohuar mediumit tonë se koha e gjatë e reduktimeve po ju krijon pafund të lashë në përfundimin e punëve ditore, qoftë në anvisteri apo dhe punëve të tjera e sidomos për ngrohje. Energjia elektrike është padyshim një ndër elementet bazike të nevojshme për të siguruar disa nga nevojat esenciale për të gjithë njerëzit. Mirëpo në fshatin Muglic, në vazhdimsi po përballen me tension të ulët e me reduktime të vazhdueshme të energjisë elektrike. Shqetësimi jonë është kena problem me rryma shumë e dopt, nalet, s'kena ka 5-6 orë s'kena rrymë, në u kanë prish disa herë pa hiqjet, edhe ne na kushton e na pagus shumë të rregull. Problemi jonë është, të më thonë, të rryma. Kim problem që krejt hasin në për mala, që shmi thonë, në për dege, aty, kërkush na karamas. Për këtë çështje, Pali thot se kanë parashtruar disa kërkesa. Kena bos disa herë kërkesa, as nuk ka lidh kush për ne. Kështu se jo e lus kecina që më na ramas, më na animu, se i na pagus shumë të rregull. Edhe të tjerë banorë të fshatit Muglic apeluan që t'ju bëhet një zgjidhje për këtë problem, që po i shqetëson e po i pengon në kryerjen e punëve të përditshme. Në komunën e Gjakovës është planifikuar të ndërtohet fabrika e municionit, një bashkëpunim mes qeverisë turke dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Kronika në vazhdim në një me opinionet e disa qytetarëve se çfarë mendojnë ata në lidhje me projektin në fjalë. Ministria e Mbrojtjes ka nënshkruar një marrëveshje me prodhuesin shtetëror turk të industrisë së mbrojtjes MKE për themelimin e një fabrike të municioneve në Kosovë, më konkretisht në Gjakov. Lajmi është mirëpritur edhe nga disa qytetarë të Gjakovës që intervistuam sot, të cilët thanë që ky lajm duhet të mirëpritet nga të gjithë. Është një ngjarje që duhet të pritet me gëzim për gjithë nesh, sidomos gjakovarëve, që Gjakova megjithatë bëhet një qendër që e përpiqet për realizimin e mbrojtjes së popullit dhe vendit ton, ashtu si ka hije, me që në Gjakov, pra në periferitë të Gjakovës, në Babajt Bokës, është poligoni i servitjeve ushtarake, që çdo vit mbajnë servitje të fuqishme ushtarake, jo vetëm ushtria e Kosovës, por edhe marrin pjesë edhe ndërkombëtarët, dhe kjo e jep me kuptu se Gjakova megjithatë po e kthehet vëmendjes së popullit në përgjithësi edhe interesimit të popullit për këtë anë. Ndërtimi i ashtu sikur se kanë propozuar ndërtimi i fabrikës së municionit që do të realizohet në Gjakov, kjo është po ashtu një gëzim i madh për dy arsye. Një, se po pasorohet ushtria jonë dhe populli jonë me armatime pak më të sofistikuara që do të prodhohen në këtë vend. Tjetër detaj tejet i rëndësishëm është punësimi i shumë personave. Por ashtu edhe
është një gëzim se në atë fabrikë do të punësohen shumë qytetarë. Përveç mbështetjes dhe përfitimeve të shumta që qyteti Gjakovës do të ketë nga kjo fabrik, një tjetër qytetar tha se është e rëndësishme që lokacioni të përzgjidhet me kujdes. Ajo si fabrik është mirë, por me qenë se prodhon municion, duhet lokacioni me qenë shumë i përshtatshëm. Dhe më thonë, larg vendbanimeve. Parasysh se sot prodhohet për shembull fishek, nesër mas nesër armatemi ronë. Pra ne mirë vonë me gjetë lokacion që është pak ma larg vendbanimeve. Pritet që projekti të realizohet me standarde bashkohore dhe në masa të repta sigurie, duke siguruar një funksionim efikas dhe të qëndrueshëm. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, më parë ka konfirmuar planet për ngritjen e fabrikës së parë të municioneve dhe të një laboratori për projektimin e dronëve, si pjesë e përpjekjeve për të zhvilluar industrinë e mbrojtjes të vendit dhe për të rritur kapacitetet për t'u përballur me kërcënime të mundshme në rajon. Spitali i Përgjithshëm i Sagreza në Gjakov ka reaguar pas disa raportimeve në disa portale që pretendonin se aparati i skanerit CT në këtë institucion nuk është në funksion. Nga spitali kanë bërë të ditur se ky informacion nuk është i vërtetë. Spitali i Përgjithshëm i Sagreza në Gjakov ka reaguar pas disa raportimeve në disa portale që pretendonin se aparati i skanerit CT në këtë institucion nuk është në funksion. Nga spitali kanë bërë të ditur se ky informacion nuk është i vërtetë dhe se pajisja është plotësisht funksionale. Sipas njoftimit zyrtar, të gjitha rastet po realizohen normalisht, ndërsa dje aparati ka qenë vetëm në mirëmbajtje të rregull teknike, siç ndodh çdo muaj apo sa herë që është e nevojshme. Po ashtu, është sqaruar se në rast të ndonjë defekti teknik, spitali ka kompani kontraktuale që kujdesen menjëherë për servisimin e pajisjeve mjekësore. Nuk ka asnjë arsye për shqetësim. Qytetarët e Gjakovës po marrin shërbime diagnostike pas një ndërprerje, thuhet në reagimin e spitalit, ku bëhet apel që qytetarët të mos bien prej e dezinformatave dhe lajmeve të pavërteta. Ndërkaq, sipas raportit javor të punës për periudhën 27 tetor deri më 1 nëntor 2025, në repartin e radiologjisë me CT janë ekzaminuar gjithsej 111 pacient. Nga kjo e ente emisioni që sjell shëndetin më afër njerëzve rikthehet me tema të reja në programin e televizionit Syri. Doktor Hektor Binishi edhe këtë herë do të sjell para audiencës tonë intervista me profesionist e specialist të fushës të mjekësisë me tema me interes për shëndetin e shoqërisë. Emisioni i njohur shëndetësor Med Plus kthehet sërish në ekranin e televizionit Syri me një sezon të ri çdo të enjtë nga ora 20 me plot tema aktuale dhe histori frymëzuese. Këtë herë fokusi nuk do të jetë vetëm të sëmundjet dhe trajtimet, por edhe të njeriu pas bluzës së bardhë, te pacientët dhe përvojat e tyre të jetës, te sfidat, emocionet dhe shpresat që lind në çdo betejë për shëndet. Në sezonin e ri Med Plus sjell një qasje më të thellë dhe më njerëzore ndaj duke e parë atë jo vetëm si shkencë, por si mision human dhe emocional. Përmes intervistave, analizave, emisioni synon të informojë se shëndeti është më shumë se sa diagnoza klinike. Në mesin e temave që do të trajtohen këtë sezon, kujdesi ortopedik dhe rikthimi pas sfidave, psikopatologjiat e politikanët, e realitet apo paragjykim, korrupsioni në sistemin shëndetësor, mit apo e vërtet, e shumë tema të tjera. Me tema që prekim, informojmë dhe frymëzojmë shoqërinë. Med Plus premton një sezon të ri plot emocione dhe reflektim, si dhe një kujtesë se në thelb të mjekësisë qëndron gjithmonë njeriu. Autori i emisionit, Doktor Hektor Binishi, synon që përmes bashkëpunëtorëve të informojë qytetarët për sëmundjet, trajtimet dhe mënyrat e parandalimit, duke ndihmuar në rritjen e ndërgjegjësimit për kujdesin ndaj vetes dhe familjes. Pastaj të hap debat mbi çështje të ndjeshme. Kjo pasi emisioni nuk shmang temat e vështira, si korrupsioni në shëndetësi, etika profesionale apo sfidat e sistemit publik, duke e bërë publikun pjesë të diskutimit. Për fund edhe një njoftim.
Nesër me 5 nëntor në ora 19 në Pallatin e Kulturës Sasin Vokshi në Gjakov, do të mbahet ubimi i madh i lëvizjes vetëvendosje me pjesëmarrës, kryeministri në detyrë Albin Kurtin si dhe kandidatin për kryetar të Gjakovës Ardhjen Gola. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmë të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Ende pa përfunduar tërësisht punimet, shfaqen problemet e para në rrugën Bujaroka. Reduktimet e energjisë elektrike penalizojnë banorët e fshatit Muglic në kryerjen e obligimeve ditore. Nga kjo endë, në skemën programore të televizionit syri rikthehet emisioni shëndetësisë Med Plus. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.